Në fshatin Gështenjas të Pogradecit që njihet për pyetje gjëra me gështenja dhe cilësinë e veçantë të tyre, banorët po përballen me vështirësi të shumta për të mbajtur gjallë një pasuri të trashëguar brez pas brezi. Pylli i gështenjave që shtrihet në një sipërfaqe prej rreth 700 hektarësh është kthyer sot në një shqetësim të madh për komunitetin, pasi pjesa më e madhe e tij ndodhet brenda zonave të mbrojtura dhe është lënë pa kujdes dhe pa ruajtje. Banorët thonë se mungesa e një statusi të qartë pronësie dhe dokumenteve që të mundësojnë ndërhyrjen ligjore për pastrim, mirëmbajtje dhe ruajtje, po e bën situatën gjithnjë e më të vështirë. Edhe me kryeplakun kemi folur edhe ashtu duam që siç kanë qenë me tapit e vitra, ashtu ti shfrytëzojmë prapë. Shteti thotë më kap mua që unë shkoj pastroj, nuk kap atë që vetë dëmton prejt atë të mirën ose atë ashtu. Çdo njeri këtu, kush është banor i këtij fshati, ka një pjesë të gështenjve. Ati duhet i qet ajo që i ka rënë sëmundja, nuk duhet i qet ajo që është me shëndosha. Këtë vit prodhimi ka qenë shumë i ulët, kushtet atmosferike nuk kanë qenë të favorshme, ndërsa dëmtimet janë shtuar për shkak të mungesës së rojeve dhe prerjeve të paligjshme. Në shumë raste pemët janë dëmtuar dhe për shkak të moskujdesit, pasi nuk pastrohen, nuk krahasiten dhe nuk respektohen distancat që ndihmojnë në rritjen e shëndetshme të tyre. Unë jam kryeplaku i fshatit Gështenjas. Sa për Gështenjit, si vjetë është të shpinë për arsye se nuk ka prodhim. Kjo ndodh nga moti, nga mos pastrimi, se Gështenja duhet pastruar, duhet rregulluar, duhet të mbati, të ketë një distancë nga tjetra, të priten shkurët, priten ato të këqija që janë. Prandaj ne kërkojmë një leje nga zonat e mbrojtura, ose të kthehen sikush fis të tijat, sepse ato gështenj janë me tapi të vjetra, janë blerë me flori. Dhe këto janë ekonomi e fshatit. Askush nuk e di gjen vetën në çdo vend të tij, që të marrë pjesë e tij të mirëmbajë, ta ruajë, ta pastrojë, ta mbledhë për të tëra problemesh, se gështenjtë ja bërë shkurra. Gështenja e fshatit Gështenjas në Pogradec është ndër më të mirat në vend për nga shija, cilësia dhe pastërtia natyrore. Megjithatë, prej 2 vitesh prodhimi është shumë i pakët, duke vënë në rrezik një nga pasuritë më të çmuara të zonës dhe një traditë që ka qenë gjithmonë pjesë e identitetit të këtij komuniteti. Banorët shpresojnë që institucionet përgjegjëse, përfshirë bashkinë dhe administratën e zonave të mbrojtura, të gjejnë një mënyrë bashkëpunimi që të rikthejë pyet në kujdesin e banorëve vendas për të dhënë mundësinë të ruajnë dhe të shfrytëzojnë në mënyrë të qëndrueshme këtë pasuri natyrore që mund të mbajë gjallë ekonominë e fshatit.